السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Allah të ndershëm, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin." Allahu subhanahu wa ta'ala është ruajtësi më i mirë dhe ai është mëshirues i mëshiruesve. Për këtij ajetit ne kuptojmë se Jakubi alayhi salatu wassalam kur e ka pas dertin e djalit të vet Jusufit alayhi salatu wassalam, kur i thanë që ka hongër ujku, por nuk e ka hongër. Kur i thanë që e ka përbi shkretina, nuk e ka përbi. Kur thanë që është larguar, se është mërzit prej vëllezërit të vetë, në realitet nuk e ka bon. Këtë to ishin, thash e thonme, dhe që ta lodhin shpirtin dhe ta ngarkojnë trunin. Por Allahu subhanahu wa ta'ala për njerëzit e tij të dashur, për besimtarët e mirë dhe të drejtë, Allahu subhanahu wa ta'ala është që kujdeset, është që prish dhe jau dështon planin të tjerve dhe i ruan Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzit e mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar këto që e ka thonë Jakubi alayhi salatu wassalam se Allahu subhanahu wa ta'ala me të vërtetë është ruajtësi, është mbrojtësi më i mirë. Në çdo herë kur të kemi në telash dhe në hall, ne duhet që të mbështetemi Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ta kujtojmë se e kena në atë që i besojmë Allahut që është ruajtësi i njerëzve të mirë, mbrojtësi i njerëzve të mirë, të cilën këtë bindje dhe këtë mbështetje është haruar, edhe pse njerëzit falin namaz, edhe pse njerëzit bien sejdë, edhe pse japin sadaka, por ka sezona, periudha ku e harrojnë këtë që duhet t'i mbështeten Allahut dhe Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili të mburon. Vetëm kjo jo, Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse marrmi dhe shikojmë të djelmoshat ashabul kahfit, banor të shpellës, është e çuditshme. Si mundët që qeni të rije bashkë me të njerëzit e mirë në formë që kur ta shikojsh ai tutën. Sikur me kanë qeni i zgjuar dhe sikur se me kanë roje në derën e shpellës. Kush e boni atë qenë që ashtu të rije, i cili ka flet me to bashkë në shpellë, që automatikisht kur ta shosh ti trishtohesh dhe frikësh. Kush u kujdes për ata duke qenë në xhum 300 vite të tepër? Allahu subhanahu wa ta'ala, ti dhe unë, nëse kujdesmi për parimet fetare, për rregullat fetare, për dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe sakrifikon ti dhe lexon librin e Allahut subhanahu wa ta'ala me vëmendje, jo gazetë, me vëmendje. Do të thotë kur ta lexojsh, të tentojsh, ta kuptojsh dhe të meditojsh në ata jetë. Dhe ta gjejsh ngrohtësinë dhe kënaqësinë e shpirtit, e cila na mungon neve. E cila na mungon. Edhe kur të mungon, pastaj tenton këtë zbrastin ta mbush me diçka tjetër. Tenton ta mbushësh këtë zbrastin me krijesa. Në krijesat pastaj del dështim. Kur dhe mbushish ti mbështetje me Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kur t'jesh ti ai që për një me
ke bindje të plot që Allahu është që të mburon, Allahu që kujdeset për ti, wallahi edhe raporti jo do të jetë me Allah ndryshe, po edhe me njerëzit e të ndryshe, po edhe ambienti në mesin e shoqërisë dhe jetë ndryshe. E desha sonda që të kujtojmë dysa për njerëzive që si është kujdes Allahu subhanahu wa ta'ala prej në fëmiri. Si Allahu ja u ka prish planet superfuqive pa e vërejt as pak. Nëse ne ndona dhe shikojmë apo lexojmë për Musajnë alayhi salatu wassalam, kur përmendet Musa alayhi salatu wassalam, çka ju shkon mendja o vllazni, o xhamat? Ha? Kur thojna Musa alayhi salatu wassalam, këtë na shkon mendja që koni fort, apo? Nja. Pastaj çka na shkon mendja? Na shkon mendja që kon trim, azgan. I ka dal Firaunit përballë, si mi dal dikuj sot. Se çdo periudhë ka Firauna që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi dal përpara mi thon, "Ej, ka dal." Tjetër, kur të përmendet Musa alayhi sallam, çka shkon mendja? Shkon sakrifica. Tjetër, investimi. Do të ndalësh te Musa alayhi salatu sa ndalësh me të vërtet, ki njeri o shkon njeri madh. Një ditë prej ditëve, Firauni e shën një ëndër që del një shkëndiz jarmi prej Beitul Maqdis, prej Kutsit, dhe drejtohet kjo shkëndiz zjarmi drejt Egjiptit dhe i djeg pallatet e Egjiptit. Kallën, digjen. Del shot Saba, a ju ka ndodhur mor me pa në ndër të frikshme edhe në Saba si në Terezi? A ju ka ndodhur mora? Duket gruaja gabim, duket fëmin gabim, shkon punë, duken ka e prapa, se ka cilë që ajo ndër atri. Taran prej mrejna. Qohet Firauni, i shqetësuar, i mërzitër, i pikluar astallit. Si hirbasët me miledh këtu. Njerëzit e melenqët me miledh këtu. Falltorët me i prun këtu. Ministrat, minjer me Saba, në punë. Kur paraqiten me si hirbas, me falltor, me kakrejt, edhe fillon tash që tregon një shqetësim. Thot mor e kam pa një ëndër e cila dola e shkëndiz jarmi prej Beitul Maqdis drejt pallatet e Egjiptit i kalli krejt. Flaka ju shkoj. Tha kjo do të dalet dikush ka me ta prish dërzhavën shtetit. Koko, Firauni çka? Tha po, del sa glom dikush haroje këtë pushtet o Firaun që e kije. Thot çdo fëmijë që është gjallë, që dhe lindet me i prej. Me rujt pushtetit. Ne ndoshta e kena dëgjuar si histori, por ne jo dënjerë, jo veç me kalu vaktin. Kjo është që ketë ëndrën e ka pa. Urdhër ka dhonë Firauni me prej çdo fëmijë që dhe lindet, apo? Edhe çdo fëmijë mashkull që ashtë. Si mundët? Aktivizon shpionat e Firaunit, njësia speciale, në shërbimet, antiterrori, krejt, këtë qonë kom, këtë lojt e shërbimeve, shërbimi ushtarake, dë thonë gjithë. Alla filloj me i grumbullu fëmijët, krejt, qka ka djemë, qka ka meshkuj, fillon shpata me punu. Çdo mashkull bën Israel, me prej, me derë gjakin, s'ka. Këtë pushtetësën ma merë kush. O lezër, cilin vit ka lind Musa alayhi salatu wassalam? Qatë vjetë kur ka fillua me i prej fëmijët e bëni Israelve ka lind Musaj. Mirë, tash si mundët ki po i pret fëmijët, a nuk, kella wa hasha, thëna, po ma vonë ba Allah ta kish lonë të lind ke Musaj alayhi salatu wassalam, se ki këtë vjetë po i pret. Por jo, prej kësaj ka dhënë urdhër me lind qatë vit, kun qatë vit i prejnë, edhe thot në ta gje Firaunin e ta prejnë si doje. Qa? A kuptuat se ku Allah o si ruan njerëz të mirë? Edhe pse këtë zullumi ju ka të shumë kam, lindet Firauni, Allah ju ndëra, Allah në falë, lindet Musa alayhi salatu wassalam, aktivizohet Firauni, as nuk vënot lindja e Musajt, në qëto gjakderdhje që derdhët,
lindet dhe rritet. Që të tregon Allahu që kjo është në dorën teme, o Firaun, nuk në dorën tënde. Une, kur du të arruaj njerin, s'ka kush që me në merë prej dorëve të mija. Tjetra, asbab, kush do të mbrojë Musajnë? Nana miskine, e dopt. Me gjithat, Allahu subhanahu wa ta'ala i thot që me hedh në ujë. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَأَلْقِيهِ, hedhe gjuje. Njeri kur friget prej diçkajt, a e fqehen, a e qëtë mba shpine, a e mbulon me diçka, apo pse? Fëlqihi gjuje hedhe. Qish morët i kur të frigësh? Parët kur frigësh me të hup, me t'i vjedh dikush, a i fqehen, a i gjuën? Ha? Allah ka thënë fëlqihi, gjuje ti se që tërkush e kujdeset për ketë. Ti hedhe në uj, dhëndoje në uj, a puna e mosh se si e baj. Se njeri ju ose ruan, ose fqehen, ose heshtën, ose kujdeset shumë që mos me rondorën diku tjetër. E Allahu subhanahu wa ta'ala i thot ti hedhe në uj, wala të khafi, wala të hzani, as mos u frikso, as mos u piklo, se ne do ta kthejmë djalin tënd te ti. Edhe plus do ta bëjmë pejgamber të Allahut. Qish more kis pole kërkant, po pret. Shpionat në çdo qosh. Ushtarët e Firaunit çdo qosh. Njerëzit, askarët e Firaunit çdo qosh. Policia e Firaunit çdo qosh. Lëvizje madhe, si mundët ki? Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon prej kësaj se kur doje të ndodhje diçka, unë e baj, unë e ruj. Ti hedhe në ujë saj nuk fundoset. Pse nuk fundoset? Se Allah e ruan. Hedhe në ujë se nuk humbën. Pse nuk humbën? Në ujë more me gjujti nila, diçka do thote. Dalgat, ka kanë me quat. Jo, nuk humbën, a ti hedhe në lumë, se nuk humbë, se unë jam aj që e ruj. Po qish more bebën, sa ka lind me hedhe në ujë në lumë, do fundosat, do vdeset dhe shkatrot. Nuk shkatrot se unë e ruj. Felqihi, wala të khafi, dhe mos u frik, as mos u mërzit. Serbes, rahat lene, se dikush qetre ka morë ndorë ketë. Punë, kush e ka morë? Rabbul Alemini. Andona najherë, që punët tona të qalojmë ndorë Rabbul Alemini. A dini sa njerëzi kanë problem, sa familje kanë problem me evlat e vetë? A e dini sa kanë? 24 sahat i fol për namaz, se ngon të falje. 24 sahat i fol qikës në bulohet, se ngon var. Ki ngushtohet kur del në rrugë. Qish mor qika e me familjes? Por, a jemi ndalë në i herë mi alën Allahut, zemrën e vladve tonë në dorën e Allahut. Unë kam qef, ty ke qef, a i ka qef. Këtë kënë nga të dëshirojmë. Por ndoshta në i herë, ne nuk shumë rezultat për shkak se bazomin vetën tonë, nuk thojmë, o Allah, zemrat e vladve tonë, grave tonë, atë familjes tonë, jo në dorën tonë dhe drejtojnë në udhën e mbarë. Edhe unë e kam bindjo Allah që ti të vensh në udhën e mbarë. A e kina këtë bindje? Apo ne mendojna se ne mujna me i vu në udhën e mbarë? Kjo është çështje besimit. Ndoshta për këtë sprovohemi në herë. Se bazona në vetën tonë. Mendojna se unë qështëm kam u bon. Për këtë, çdo herë lidhni punët me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ku drejtohet një kaçore bebe, nuj, kalon, fush pas fushe, vend pas vendi, vjen deri ku? Në bord Firaunit o vëllezër. Pse? Se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, inna raduhu i lejk, ne dhe ta kthejmë ti. Si? Qysh morë me e këthi ti, ja gjyte nuj. Si dhe e kthejsh?
Sot ka GPS, sot ka internet, sot ka... Por s'ka pas mor atëherë? Si ka me gjithë nënën e vetë? Kur të premton Allahu subhanahu wa ta'ala, innehu la yukhlifu l-mi'ad, se aj nuk e thënë besën Rabbul Alemini. Kur mrin në pallatin e Firaunit, në borrin e Firaunit, ushtarët e shohin një bebe me një sundak dhe minjëherë kush o ki sa gllomi benu Israilve ka gjujt dikush e ka fqe. Firauni thot shpejt me vrajt. Kokën në cung. Gruaja e Firaunit thot Allahu na tron kur e ka dëgjuar që Firauni e urdhër me vrasë atë bebe që e kanë gjetë, thot prit pak. Qurratu aini li wa lak. Lene thot mos e vraj, mos shpejto, se ki det jetë gëzimi, a kupton, gëzimi im dhe i yti, të na kënaqë synin. Dhe rritna, dhe edukojmë ne, dhe bëjmë tonin. Për një me ka konë gëzimi syrit të Asjes, se konë shkak që me pranohë Islamin dhe me shkun xhenetin Allahut subhanahu wa ta'ala. A shifni që kur don Allahu si e mburon njerin, e aktivizon zamrën e gruas të Firaunit, të ruaje Musajn alayhi salatu wassalam, se Allahu është përgadit për diçka Musajn. Kjo është ajo urtësia që ne i harrojmë. Bebe kanë, e kanë gjithë rrugë, qumsht, i merë këtë ato gratë e palatit që ka janë, ep qumsht, s'pe e merë gjinin, te pasaj s'pe e merë gjinin, e së zaj tjetërët, vjen motra e kujt, e Musajt, hel edullukum ala men yakfulu, a keni qef që t'ju tregoj se ka mundësi është një gru jep gjin, kështu fëmive, ka mundësi e merë gjinin në saj. Po marën si jo, se s'po, ki veç po kanë. O vlezër, marën fmin ja kthejnë nanës vetë, kthejtë e nana, e shet djalin e vetë, kush e bani ketë. Rabbul Alemini, ajo shkujdesi. Si e bani, edhe me shku me i dhonë gji, edhe me po djalin, ha? Plus me marë pare. E marë firan. Te i donë me vra, edhe ja qonë nënës vetë, i jep gji, plus edhe rrug i jep, edhe ti nuk e din se ki ka me ta fundos pushtetin tantë. A i shifni sa lejtë për Allahun? Në matematikat tona, mu ishi miron fije? Jo. Po s'ka mundësi ti bjesh në fije. Kryesorja kaloj rrezikun e parë. Tha me vra, ndërhyni gruja, pastaj te nona u kthi, tash rritet fillon. Musaj alayhi salatu wassalam, një periudhë fillon si fëmi, a keni po në jarë, a keni hongër nëj boks, nëj shpull për i evladë, kështë të voj që të hongër të atlivesh të nëzëhen në një sytë t'i ban dzidza, a? Që ditëshë në ti. Besoj që nuk ka ndodhë. Firauni te pas ati që jam shon një fort, Musa alayhi salatu wassalam, si fëmi, ama fort. Atë shumë që më lefosët të shpejt me vrajtë. Shprejt me vrajt, thot, kisë s'ka sen për këtoj, duhet me vrajt. Prap ndërhin, ngruja. I thot, ka dalë marë ki fëmija është, sa ka njës me jetë, pëse ta nëzej një flakaresh, shakutan, ma se merë që ashtë për zembre. Je, duhet me vrajt, thot, ka dalë. Thot, mere një gacë edhe një hurë. Nëse e zgjedh hurmën, atër di me dalu, nëse e zgjedh gacës, di me dalu. Musa alayhi salatu wassalam, urtësia Allahut subhanahu wa ta'ala, zgjedh gacën edhe digjet. Edhe këtu kaloj rreziki. Pse sa Allah përgatit për diçka tjetër. Allah i thot gruaja vet, a pesha që nuk din? Atëherë pse kështu? Rritet Musa alayhi salatu wassalam. Por e ka pas atë dëmtimin në shprehje, do thot për shkak gacës. Rritet boti fort del. Por Allah s'ka tregu për këtë periudhë që pas kësaj, që ka ndodhur me Musajn alayhi salatu wassalam. Veç ne tregon në periudhën ku i mshon atij dhe emit. Që kërkon ndihmë kipi ben Israilve, edhe Musa alayhi salatu wassalam i fort o vlla, nit më shumë, shkojnë në xhenem. Subhanallah. Nit më shumë. Hulumtojnë, kërkojnë kush e ka vra, kush e ka mit, do thot
bo të lashe. Se në gjënë kur zbulohet që Musa a.s. me ka bokat, atër i pot urdhri, cili urdhër me ratë i dvritat? A i treti a i katërti. I pari në lindje, i dyti në bar, apo? I treti shpullon, apo? I katërti kur ka vra këtë Bani Israil. Por Allahu subhanahu wa ta'ala gjdo periud shon njerëzit të mirë në mesin e shoqërisë që si din as qitë kush janë të mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Allahu subhanahu wa ta'ala thot që ka ardhur një njeri edhe ka ardhur drejt te Musa alayhi salatu wassalam dhe i ka thonë ja Musa, paria po konsultohen me të vrajt, me të miti. Ata janë të bë planin që shme shtin kurth. Se të njerë t'i bëjmë planin, ti që shbesh kurth. Thot hik ma shpejt se kjo plani. Kjo është tu hartu, vendimi o shumar, ta është vetëm si të shtin ti me të vrajt. Për këtë Allëzër, njerëzit e mirë janë të dobishëm kudo që qenë. Musa alayhi salatu wassalam kanë të largu, qish mu largu? Shpionat në gjdo qash. Sihirbaz në gjdo qash. Gjandart në gjdo qash. Së në ka lëviz o vla. Musa alayhi salatu wassalam e nin vetën shtash ka vro njeri. Për këtë ka thonë Allahu, në të regon për Musa, ka thonë kale rabbi gëfirli, o zat më falë mu. A i shifni se njeriu kur të gaboje, kur ta njën vetën e vetë që ka gabu diçka, ka shkel në enorm në esant, lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Jo me qatë sa ato e gjem njën sabah pas ka me ju mbajt. Edhe dhe thotë min njerë ka kërku falje të Allahu subhanahu wa ta'ala. Por në kohën e kajlulës, kajlulë e dini ku është? Kajlulja është bas namazit drekës me flet pak me pushu. Se vapa e madhe, njerëzit pushojnë, në çket periudhë e ka shfrytzu rastin Musa alayhi salatu wassalam dhe ka dal. Ka dal prej territorit të Firaunit të mallkuar, pse se njeri besnik i mirë që o konë mrejna, e ka orientu që të largohet se për ndryshe, ti je i, do thot, je i ekzekutum. Dhe nisit Allëzët të ndashëm drejt në Median, njeri huj, garib, ullët me pushu të një bunar, ishe njerëz të dhonë uj, baktive të veta, ishe 2 gra, anash, dopta, me dhen, pritin kur të kalojnë burrat e huj. Pastaj kur ishe Musa alayhi salatu wassalam, cilësit pejgamberëve, Allah të pregatit për pejgamber, ishe këto qertë pa ftir, pa marre, se lirin rendin grave, gra, me baktiv, dopta, që të krim pun, shkon Musa alayhi salatu wassalam me hek racën e gurrit, i e baktive uj, a i fort, i fuqishëm, edhe të çuditën, ullët kujtohet, i vetmum, garib, i huj, ka pas së fukarallëk, ka hik, as gjo me veti, i dop, nuk njef askan, dalet dhe kujtohet. Të regojnë në lutët Allah, tu Allah, pun kam nevoj, be qëfar ndime të mapish? Qka të mjabësh unë jam razi? Se tu ata? Në moment ki duke nejtë vinë njona prej vajzave. Vjen njona prej ative vajzave që i kanë dhonë uj, thot babaj jonë për kërkon ti me shpërblej për ndimen që na ka ofru e njeve. Subhanallah. Thot kërkon të shpia, është i më shumë, nuk ka mundësi me dalë, duhet të vishtë ne. Musa alayhi salatu wassalam i thot oke, në regull, ti rrim brapa, unë e cipara ma të regon rrugën. Ne sa ma vetin këshim konë më ardhë me na folë dikush, aj. Sa Facebookat, sa TikTokat, sa e-mailat, sa Instagramat, sa sa numbrat i këshim ndruhe, la ilaha illallah. Ja, thot, unë dhe e që para, ti më të regon rrugën në djath, në majtë. Dyse kanë thonë ka gjujtë gurë. Nëse konë të majtë, ka gjujtë majtë ti, sa s'ka folë me Musajnë alayhi salam. Qa është edukume, qa është tërbije, qa është edukat. Edhe këtu të dhënd kanë konë Allah i cek dyjat. A këtu ka artë e lajmi, thot njona. Pse njona nuk kanë artë të dyjat? Se për me desh pun, njona se një ka dhonë ujë dhenë, dhe ju dosh dyjat me dalë për shpijes. E për lajma ka nevoj 2 gra, 5 gra të shkojnë kalzajnë?
Mjafton njona me shku mi thonë hajde se duhet me shpërbli babaj. Apo? Ne për një par papuçka, për një shall dalë 20 gradë cëllë trotuari zihet. Asa që shtu, për një krem 3 leqës, 5 sahat market. Kësu për nëndëshmim, kjo është për me kri obligime, tu e shka shpi. Nuk ka nevoj. E për këtë arsye kanë thonë Lemant ka shku një, se s'ka nevoj lajmi me shku kallaballak një. Edhe ka ardhë, dhe fillon Musait e vetë ku shje dhe i tregon, kur i tregon për Firaunin, i tregon qështu ka ndodhë, çka po i thot? Disa probleme ka thonë që kon Shuaibi alayhis salatu wassalam ka thonë la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin, mos u frikso o Musa se pa e shpëtu prej popullit zullumqar. Thot si po ja bëjmë unë ti? A ban të ta martoj njënën pi vajzave? Por të rish ose 10 vjet, ose 8 vjet të une, të punojsh, të jetë, nëse i plotson 10 është ma mirë, që duesh, Musa alayhis salatu wassalam i ka plotsuar 10 vite. Thot Ibn Abbasi, ditët më të bereqetshme, ditët më të mira, ditët më të ndershme janë këto ditët e Musait alayhis salatu wassalam, këto vite që ka nejt te Shuaibi alayhis salatu wassalam. Nisë të marton, fillon në rrugën dhe ky njeri mirë i devotshëm ja jep një shtok. Musait alayhis salatu wassalam çka jep? Shtok, dhurat, çeket, çedhën, çeçikën, dhondrit e përcjell nisët. Që e shtaga ka në armë atër? E merë shtagën, nisën rrugës, 20 nata, ndalët Musa alayhis salatu wassalam, ka me gjithë në i zarmë, ka me gjithë në i set më ngrosë, ka, e shë një dritu afrue, kur e shë një drit e cila ashtë, që cila do të folje tash me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ja Musa, ikhla na alejk, Musa, zbothi këpuca tuja. Innaka bil wadi muqaddas tuwa. Ti je me një lugin, ti je me një vend të ndershëm të mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala i fol Musait alayhis salatu wassalam. Këtu i thot që unë jam Allahu Rabbul Alamin, unë jam Allahu krijuesi, unë jam Allahu subhanahu wa ta'ala, jo Firauni ai çka thot. Lenat. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i thot: "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa." Çka morat që ke dorën e djathtë? A e ka ditë Allahu që e ka dorën e djathtë ajo? Po çës jo? Ma tilke bjemini, që e ki atë që e mba dorën e djathtë? Ja, asaj, o Allah, shko, shtaga mare babgjishim ata. Shtaga, dhënd. Po çka bon ti me to? Thot i ruj dhënd, i qukati drund, bjen gjethet. Edhe e përdori për sende tjera. Alqiha ja Musa, a i shloj që shtagën që e mba dorë, pse për lodhësh? Fa idha hiya hayyatun tas'a. Si e ka lëshu, ka bu gjartë, nuk ka hik. Ka trishtu. Ja rap, tash pin shtak, dëll gjarpën, kjo diçka, o të ndodh një sen, që se ka prit Musaj alayhis salatu wassalam. Këtu e përgadit Allahu subhanahu wa ta'ala Musajin alayhis salatu wassalam, që ki të bot gati të dale dhe të shkon o lezer, të kush? Të Firauni mallkuar, la të khaf, inni la je khafu ledej el mursalun. Mos u frikso Musaj se të une, të dërguarit, pejgambert nuk friksohen. Çka të bën ja rab me këtë? Thot, idhab ila Firauna innehu tagha. Tash e ke shtagën, tash dorën e barë, kur tash ish mrenda, do të e nxerr botë e barë, thot, këto dy argumenti ke, shko te Firauni sa i ka kalu mu kufint. Ja rab, ta i me shku, ushtria mpritin, vendimi gjykatës, ekzekutim, more shko ti? Shko. Kjo është kur kujdeset Allah subhanahu wa ta'ala për njerëz dhe mirë, ndrohen gjithë gjykatat, ndrohen gjithë parimet kur donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allah zërë për këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka të reguar këtë ngjarje që na të jetojmë me librin Allah, të meditojmë, jo vetëm të lexojmë. Për këtë arsye njerëzit largohen pi librit të Allahut, për këtë njerëzit e lën namazin, për këtë njerëzit hikin pi xhamis, për këtë pse se Kur'anin e lexojnë vetëm me kalue, jo me meditue. Ta kuptojsh se kjo, sa herë ti të ka ndodhur të ka shfutu Allahu për rrezikeve. Sa herë ti ke bërë diçka që të ka mbulu Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa herë ke pas rrezik jetën tënde. Sa herë ke pas mundësi me ndodh diçka e papritshme. Po je çuditë edhe ti si ka ndodhur kjo. Kjo është ndërhin Allahu subhanahu wa ta'ala. Të
të ruan Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Musa alayhi salatu wassalam i thot, o Allah, apo ma jep ndihmë shok vllajën tëm Harun akhi, kej nusabbihaka kathira, që të përmendin ti shumë. Për këtë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ar-rakibu shejtan. Njeri kur të thojë rakib, i njeri që udhton, është hipat, thot kur të udhton vet, e ka thot e ka kuptimin që mujsh me bo veprat e shejtanit kur t'jesh vet. Punë të këqija. Po edhe di kur janë, se kur janë di mund të shejtanit i bën vezvese njëri me tjetrit. Kur t'janë tre është hadithi, atër bën shok. Edhe shejtani është larg. Dhe thot, për këtë nuk është e preferuar njeri me udhtu vet, për këtë nuk është e preferuar njeri që të flen kur t'jen kallaballak vet, shkon me një pushim, jam 5 oda, jo ka 2 vjetën po flen vet. Jo, flen me një shok ton, me një vëlla. Për këtë është e preferuar që udhtimet mos të jenë vet, për shkak se tonë në sabah, kur qohesh, fol me mendën tënde, vjen ndonjë ati që s'duket, aktivizohet e ti, Allah i të dhash hajrin pastaj. Ose vjen, do thot, mendimet këqija dhe bon punë këqija, pse se nuk njeh askush trokit derët dhe i thonë që është Musaj në derë. Musaj alayhis salam. Musaj. A dini si u ka konsideruar Musaj te Firauni? Kush e di? Ha? Çfarë pozite ka pas Musaj te Firauni? Çfarë epiteti? A i thonë epitet? Nëse di dikush, dhe të ngrenë dorën. Allah subhanahu wa ta'ala thot, inna rasulakumul ladhi ursila ilejkum le majnun. Që i dërguar ju që u ka ardhur te ju, thot është budall. Te Firauni e ka konsideruar Musajin alayhis salam çka? Budall. A kuptuat? Do thot kështu, për këtë arsye mos u çuditni na për rrjetet sociale kur ti dëgjoni që plot njerëz i flasin për njerëz të ndershëm, për hoxhallar, për davet xhit, për dinin e Allahut, fjalë, mos u çudit se kjo është tabiati i Firaunit. Edhe plot Firauna ka sot, edhe plot njerëz që akuzohen me këtë. Do thot, për këtë mos u mërzitni, se para nesh njerëz më të ndershëm, më të mirë janë akuzuar me këtë akuzë. Allah subhanahu wa ta'ala na tregon për këtë se kështu e ka emërtuar Musajin alayhi salatu wassalam. E i thot që unë jam pejgamberi Allahut. Thot po, a? A ke argument? Thot po? Nëse të bie argumente, ja ka pru prapë s'ka marrë vesh. Im leth me sihirbase, me qamete, me kakrejt, do tash me bo sfidim. Fillojnë sihirbase shlenitarët e tyre, shtagat e tyre, do të kemi dëgju këtë aktivizon, fa aujese fi nefsi khifet e Musa, në vetën e vetë ka një frikë. Kër i ka pa televiz gjithë, Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, la të khaf. Në që frikëso. Shohë ti. U lezër, kjo të regon që Allah subhanahu wa ta'ala kurdon, i gëldit gjithë ata, tëri sa thonë, dhe thot që ka hecë që i gjarë, në Musajt, drejt vendit karikës ku ka nejnë Firauni. Kër e ka po që është drejtu drejt ati dhe ka gëldit çdo se që ka përpara, thot ka hik Firauni. Me ka që jo, nuk baron. Teri sa vinë në deti e këtu mbaron historia e Firauni të mallkuar. Sa i ka menduar Firauni që ki deti që u ka qelë është në për Firauni, kjo do thonë për Musajin alayhis salatu wassalam. Kjo është që kur don Allah ndërhin për njerëz të mirë. Gjonat e ngurta, gjonat të cilat zakon nuk ndryshojnë për Allahun. Dhe Allah i ndryshon për njerëz të mirë. Si e ka ndryshuar detin, u ka çajt, tjetë kanë shpëtu këto, kanë fundos, zjarmi, djeg, për Ibrahimin alayhis salatu wassalam nuk ka djeg, ju ka hek forca, kush ja ka hek? Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thot për kësaj e kuptuam se Allahu kur don ta ruajë dikant e ruan prej familji. Terin qastin e dalë prej kësaj dunjaje. E ne duhet këtë që ta kena parasysh, nëse jemi musliman të mirë, i mbështetemi Allahut, wallahi billahi Allah subhanahu wa ta'ala do të na ruaje dhe do të na mburoje.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e din sa herë kanë dashur të bëjnë atentat pejgamberit alayhi salatu wassalam? Ha? Ha? Sa herë atentat kanë dashur me bë pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë dështuar. Kush ja ka dështuar këtë atentat? Shërbimet s'ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shpionazh s'ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ushtri s'ka pas, se këto normale ruajnë rendin e para konën, natën e hijrëtit. Që janë mbledh për cilës kabile kanë ideal të ri, i kanë spre shpatat, i kanë qit helm shpatave, që kur ti mshojnë, as mos më shpëtue. Kjo shkon në atentati i parë. A ju ka dështu? Ju ka dështu, Gjibrili vjen thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dil thot se plani është bën kështu. Ato sonde donë me të vrarë, ato donë me të hinë shtëpi sonde. Del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merr një grushdhe, ja u gjuan ative, çarron sit, flen deri në sabah, del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u Bekri. Kush në rrini këtu o vëllezër? Allahu subhanahu wa taala në luftën e Uhudit a kanë bë plan, kanë grupu vend, kështu që kur të shkeli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bjerë. Dhe ju kanë thije dhëmball pejgamberit alayhi salatu wasalam, kapelja i ka hin kokë sallallahu alaihi wasallam, po prap ka shpëtue. Dhe ju ka dështu atentati. 3. Gawrath ibn al-Harith. Gawrath ibn Harith, edhe ki ka dashur të bëjë atentat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka dështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë jashtë Medinës, u ka shtrinje në një pemë, shpatën e kalon varret në pemë, sallallahu alaihi wasallam. A dhe vinë ki Gawrath e merr shpatën dhe i thot, kur i dëgjumit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shahin me shpatë në dorë. Thot, ja Muhammed, kush të shpaton tash ti prej meje? Thot Allahi. Kur i thot Allahi, pëm shpata i bje pidore. E merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ta i thot tash, o mushrik, kush shpëton? Tash ti kush shpëton? Kush e dështoi këtë atentat? Allahu subhanahu wa ta'ala. Atentati tjetër i katërti, hajde. Yahud bani Nadir, që kanë dashur që atë gjujnë pejgamberit Allahut një gur. Kanë ardhur, ja Muhammed na mësoj shaton keton, hajde pulna çtu ma flat, ma mirë, a prej nalt, që atë gjujnë një gur që ta mitin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ti rria Muhammed pak në vetë shkona. Vjen Gjibrili thotë, ja Muhammed, largohu prej këtij se plani është atentat. Dështoj atentati 4, atentati 5. Të që kanë në transmitimin të vërteta. Ha? Hajdi 5 jo kollaj? Kush a këni me vlutin ve? A këni nguti kush me vlut, ha? Foli kinqi tha, mos më hasëm kanë helmua, po. E dhe thot që një grua që fute, ju ka pjek një kinq edhe ka shti helm, edhe ja ka afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë hangur disa pisave kanë vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka kafshuar ka diktu. Disa kanë që ka ardhur Gjibrili ka të mos ha. Kresuarja do thot edhe kjo atentat i ka dështuar. Kush e rujti Muhammedin alayhi salatu wassalam për gjithë këtyre atentateve? Do thot Allahu subhanahu wa taala. Për këtë ne do ta lidhna zemrën në Allahun subhanahu wa taala, kemi nevojë. Jo ta lexojmë Kur'anin vetëm hajde si gazetë ose e kam bën një faqe. Jo, merr lexoje me kuptim, me meditim, që të kënaqesh. Kur të lexosh me meditim edhe të kënaqesh, wallahi dhe shohim që me të vërtetë ne jemi, atëherë do të kemi një lumturi, një kënaqësi, një rahati që e lipin gjithë ta gjejnë, por nuk e kanë. Ka ndodhi një në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një sahabi që e kanë humbur rrugën Sahra, në shkretin. Ujë, bukë, odha, pastaj ju ka drejtu Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thonë, ja Hakim, ja Adhim, ja Alim, o i urt, o i madh, o i dishëm. E ka lutë Allah subhanahu wa ta'ala, pastaj ka thonë, na qoshi. Së thojnë sahabat, rawi, transmetuesi, thot, wallahi, vetëm se e kam baruar, thot,
vetëm i kena pa mjeglla të umledh, ka fillu me murmuru, e pastaj ka nis me ra shithët, ka pi ushtria ujë, janë freskue, e pastaj kanë marrë abdes edhe e kanë hek këtë rrezik. Sa të janë vështet Allahut për një me. E kanë lutë Allahun subhanahu wa taala për një me. E ne kena nevojë. Kemi nevojë të kujtojmë këto gjona. Kemi nevojë të ripërtrimi imanin tonë, se do psohet. Se tash jo periudha ku ma e keqe ku do psohet imani, jo vëllezër. Ka të dalë she haram, ka të ulesh dëgjon haram, ka të kthehesh ke haram, ushqimet, lloj haje, lloj sen, duhet të kujdes, a është halal, a është haram, a ka ndyrë thivit, a s'ka ndyrë thivit, në çdo send harami, a ka raki, a s'ka raki, çokoladat e shirë që hikse ka raki, këshir hikse ka vjam, në ushqim, dyshim çdo send. Pastaj fitimi, haja, pika e fitojmë, sa e kemi halal, sa e na hakin punës, sa e kina halal dinarin, sa e ma... Këtë këto janë duhet mi mendue. Që të na pranohet duaja. Prej sendeve që të banë në këtë drejgje është abdesi, besimtari menet me abdes regullisht, dhikri sabahit dhe akşamit, do të regullisht duhet, mos mi harru surët Bakara, ajeti Kursin, la ilaha illallah la sharika lah, me i thonë 100 herë, do thot, këto janë sende të cilat të bajnë, kur të jena aktiv në këto, i knojmë regullisht, dhe të shosh se shumë bereqet edhe mirësi keme pas, dhe të shosh ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, dhe të shosh se sa prej rrezikeve të ka ruajt Allahu subhanahu wa taala, Allahu ju ruajt, Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft, Allahu na bashkoft në xhennetet e tij. Selam aleikum.